Televizioni shenja sot shënon 10 vjet të punës së palodhshme në hapësirën mediatike të Maqedonisë së Veriut. Një dekadë plot sfida, presione dhe përpjekje për t'ia mbyllur gojën, por edhe pas një dekade një gjë ka mbetur e pafyeshme, përkushtimi ndaj së vërtetës dhe gazetarisë së ndershme. Gjatë këtyre viteve, shenja ka kaluar baticat dhe zbaticat e një trebu mediatik të vështirë, por asnjëherë nuk është lëkundur nga standardi profesional. Nuk ka pasur lajme të rreme, nuk ka pasur kompromis me faktet, nuk ka pasur devijim nga etika. Televizioni shenja ka qenë dhe mbetet i sakt. E gjitha kjo është përmbledhur më së miri në sloganin që ka shoqëruar këtë udhtim, shenja godet në shenjë, një premtim që jo vetëm është thënë, por është mbajtur në çdo edicion lajmesh dhe në çdo raportim nga terreni. Shenja është dëshmuar si zë e qytetarëve, si tribune së vërtetës dhe si institucion që nuk është përkryer para presioneve politike apo ekonomike. Përpjekjet për ta hequr nuk kanë pasur sukses, sepse kur në qendër është e vërteta, zëri forcohet më shumë. 10 vjet pas hapit të parë, televizioni shenja mbetet simbol i gazetarisë së paanshme dhe të përgjegjshme. Me të njëjtën energji dhe vendoshmërisë si ditën e parë, ky televizion hyn në dekadën e re, më i fortë, më i pjekur dhe më i përkushtuar se kur ndaj misionit të tij, tu shërbej qytetarëve me informacion të besueshëm dhe të drejtë. Urime 10 vjetorin, udhtimi vazhdon.